Pa e thatë edhe jo, unë e kisha cek disa pozitivitete që kanë dalë nga ky summit, në rend por është përafrimi i qëndrimeve dhe përafrimi i interesave të përbashkët të Shtetet Bashkuara të Amerikës si aleati kryesor në aleancën e NATO-s, e cila jep më shumti edhe në aspektin financiar, në aspektin edhe njerëzor, pajisjeve, industrisë ushtarake në përgjithësi, dhe aleatëve tjerë evropian dhe Kanadas si anëtare e NATO-s, sepse ne kemi parë në të kaluarën ka pas mjaft fërkime në mes presidentit Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian, dhe gjithashtu këtu ka qenë edhe lufta Ukrainë-Rusi, fillimisht Shtetet Bashkuara kanë përkrahur edhe kanë mbështetur fuqishëm Ukrainën, pastaj ka ndodhur një stagnim në këtë mbështetje, në këtë proces që evropianët çdo herë kanë mbështetur në vazhdimsi sepse shohin një rrezik të jashtëzakonshëm nëse Ukraina humb këtë luftë dhe pastaj Rusia mundet me vazhdo dhe matutje, sepse na nuk i dim planet e tyre deri ku mund të ndalet presidenti Putin dhe armata e tij. Dhe në këtë aspekt ka qenë pozitive. Aspekti tjetër që e shoh si pozitive është përafrim jashtëzakonshëm mbi 90% edhe i dakordim i investimeve dhe ngritjes të kapaciteteve të shteteve anëtare të NATO-s, sepse synim i Shtetet Bashkuara dhe synim i shumë shteteve evropiane është që të ngritet investime në NATO në mbrojtje në përgjithësi, pikërisht për shkak të rrezikut që eci ka dhe më herët të Rusisë, dhe këtu shumica shteteve kanë ngritur deri në 2.2, po disa dhe deri në 5% të bruto prodhimit vendor, dhe kjo është një pozitive. Pastaj samiti vetiu që është mbajt në Turqi, në Ankara, e ka një mesazh shumë të qartë, sepse Turqia është një aleat, një pjesëtar i NATO-s shumë i fuqishëm, shumë strategjik. Krahu juglindor i NATO-s mbrohet atje. Turqia ka një industri të jashtëzakonshme ushtarake, pastaj jep një kontribut shumë të madh gjithandej, po edhe në Kosovë, sepse NATO është këtu dhe Kosova dhe Ballkani Perëndimor janë shumë të rëndësishëm si rajon që të jetë stabil për shkak të rujtjes të sigurisë të përgjithshme evropiane. Dhe sfundi kisha dashur të ceku gjithashtu edhe dakordimi i tyre gjitha shteteve prapë që t'i kthehen Ukrainës, sepse presidenti Zelenski është atje, që t'i kthehen Ukrainës në mbështetje të fuqishme që mos ta lejojnë Rusinë që t'i realizojë interesat e veta që i ka si synim okupimin e Ukrainës. Kjo po dëshmon edhe po tregon qartë se Ukraina në 2 vitet e fundit ka ndryshuar strategjinë e vet, ka ndryshuar përparimin e vet në teren, edhe në aspektin politik dhe diplomatik por në teren, kur ka hyrë shumë thellë në territorin e Rusisë, duke ja sulmuar logjistikën, duke ja sulmuar burimet kryesore energjetike atje, dhe duke ja pamundësuar që ushtria e ruse të furnizohet qoftë në vendet e okupuara në Ukrainë, po qoftë edhe në vijën e frontit. Dhe kjo e dëshmon qartë që Evropa, tash edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjithë bashku e kanë dhënë fuqishëm edhe një herë, se artikulli 5 është i palkundër dhe artikulli 5 është i përforcuar akoma më shumë se nëse sulmohet një shtet i NATO-s, sulmohet krejt NATO-ja. Quan mesazhin e unitetit general. Mesazhi i unitetit dhe kjo më së tepërmi i drejtohet shteteve baltike, sepse ato janë parat që janë të rrezikuara, të kërcënuara, dhe i çon një mesazh të qartë president Putin dhe Rusi se nëse prek në një shtet e ke prek gjithë NATO-n dhe të kesh kujdes këtë drejtë. Të po asaj Rusie i quan mesazh të po këtij presidenti autokrat me ambicje për pushtim dhe territore dhe në kontinentin evropian, të po atij presidenti që është kontributor i rëndësishëm po në këtë sërbi të
sot me djeshme të Miloševićit e të sot me të Vučićit, që është parë në plot raporte general që po minën dhe kërcënën paqen dhe stabilitetin në rajon. Gjithë atë arkitekturë të sigurisë e të investimit amerikan e perëndimor evropian në gjithë rajon. Po, është një mesazh edhe për Serbinë e sotme të Vučićit. Sigurisht që po, por në kisha dosht nalen veç edhe pak të Ukrajina. Po, në këtë frymim. Kjo vetë përforcimi, mbështetja fuqishme e Ukrajinës në këtë luftë pa drejtë, luftë e cila faktikisht ju ka imponue Ukrajinës dhe ju ka imponue edhe NATO-s dhe Bashkimit Evropian që të ndihmoj dhe mos ta lejoj Rusin okupatore që të zgjerohet, të merr territoret huaja, faktikisht pa aftësinë dhe pa mundësinë e ushtrisë ruse e tregon edhe sulmet ruse në objektet civile. Civile, po. Këtë e ka bërë edhe Serbia, ju kujtohet luftën 1998-99 kur humte nga ushtria shqiptare e Kosovës, por kur humte edhe pastaj nga bombardimet e NATO-s më vonë, hakmarrjen ndaj civilëve. Ka bërë masakrën ndaj civilëve dhe ka bërë shkatërimin e infrastrukturës civile. Dhe kjo është ai koncepti i shteteve totalitare, i shteteve komuniste që faktikisht mos, si thonë ajo fjala popullore te ne, mos paça me bokalin mshoj Samarit. Po. Edhe kështu e kanë bërë atje. Edhe si sa atë jo, ky është një mesazh shumë i qartë edhe për Serbinë. Edhe për patronin e saj, Rusinë. Edhe për patronin e saj, Rusinë, po për që në Ballkan nuk ke fare çka kërkon. Absolutisht. Dy mesazhe erdhën Serbisë. Në rend parë erdhën në aspektin politik, që një numër, dikon 8 shtete, sa unë kam informacione, nuk ja dhanë dritën e gjelbër që të hapën kapitujt e ri për Bashkimin Evropian. I thanë qarë që ti nuk je për familjen tonë, sepse nuk je të respektua drejtat e njeriut, je të armatos dhe të bë kërsimet vazhdueshme për shtetet e rajonit, në rend parë Kosovën, Bosnën dhe Hercegovinën, Malën e Zi, që thashtu si anëtarët NATO-s, edhe Kroacinë, sepse ka një Parlamenti Evropian nuk votoi për absolutisht. Dhe nënën tjetër edhe NATO-ja me këtë mesazhin që ja dërgoi Rusisë në mënyrë tërthorazi, ja dha edhe i tha të qartë Serbisë se ne nuk do të lejojmë asesi që ti të bësh trazira apo të destabilizosh Ballkanin Perëndimor, sepse Ballkani Perëndimor, siç e thash, Turqia që është shumë e rëndësishme në pozita gjeografike e saj, çashtu pozita gjeografike e Ballkanit Perëndimor shumë e rëndësishme për NATO-n, sepse është një urë lidhëse mes lindjes dhe perëndimit, dhe këtu NATO-ja me vetë prezencën e vet që misioni më i gjatë në historinë e NATO-s është në Kosovë, e tregon qartë dhe mesazhi shumë i qartë ke edhe për Kosovën, që NATO-ja është e përkushtuar dhe e vendosur që të qëndrojë në Kosovë dhe të mos lejoj askënd që ta destabilizon apo ta kërcënon sigurinë e Republikës Kosovës. Dhe kjo faktikisht e tregon qartë që NATO-ja nuk do të lejoj Serbinë, pavarësisht ajo po armatoset, pavarësisht se po blen gjithandej armë, edhe nga Rusia, edhe nga Kina, edhe nga shtete ndryshme, por posaçërisht nga këto dy shtete dhe faktikisht nuk lejon që ka destabilizimi këtij rajoni. Prandaj, ne jemi dëshmitar. Ne jemi dëshmitar ndikimin rus, që Rusia ashtu mundue vazhdimisht që të jetë prezente këto, në mënyrat lloj-llojshme, me lufta hibride, me lufta ndryshme, edhe në Kosovë, po edhe në rajon, e ka bazën e shpionazhit në Nish, që atje një numër i konsiderueshëm prej generalëve deri te njerëz shumë taft të shërbimit sekret rus, që punojnë atje dhe investojnë e kanë zyrën në Ministrinë e Mbrojtjes në Beograd, që ata janë shumë ngushtë sikur miqë dhe koca që bashkarisht me ushtrinë serbe. Gjithashtu edhe Kina
me blerjen, qoftë patushmërive, po edhe me investimet, eksportin e armëve ndryshme, prej dronëve dhe teknologjisë ndryshme, mundohen që t'jenë prezente nëpërmes satelitit saj, nëpërmes... Me proksit saj Serbisë, po. Serbisë, absolutisht. Cila shihet se së paku deri tash nuk e ka ndërmend heq dorë nga njëra ulse. Parlamenti Evropian i tha qartë, mundesh në një mënyrë tjetër që ndrosh në dy ulse, njërin ulse me ne dhe në tjetrin ulse me Rusinë e Kinën. Unë mendoj duke kontribu për ta minu gjithë atë investim perindimor për perspektiven evropiane të rajonit. Unë mendoj që është reagim paksoj vonuar, sepse Bashkimi Evropian ka bërë një politik shumë të butë në relacion me Serbinë. Kjo është dashur shumë herët të ndodhë. Ne patëm 2023-ën rastin e Bojnskës. Serbia direkt e sulmoi Kosovën. Mos thojmë na një grup terrorist. Jo, Serbia direkt. Serbia direkt. Gjitha këto pajisje, gjitha këto armatime, gjitha njerëz me maska që kanë qenë atje, qoftë edhe pa maska, janë njerëz që i kanë punuar dhe punojnë akoma në institucionet e sigurisë dhe inteligjencës serbe në Serbi. Pastaj kemi Veselinovićin dhe Radojčićin që akoma tash po e shohim, po e lexojmë lajme që janë duke u pasuruar dita ditës, duke u bërë më të pasur, duke marrë tendera dhe punë nga qeveria serbe, nga vetë presidenti Vučić. Unë e kam thonë edhe në disa studio që nuk është e vërtetë që janë vrarë vetëm 3 atje, janë vrarë një numër shumë i madh i terroristëve në Bojnsk. Por Serbia i ka mbajtur msheft sepse janë pjesëtar të njësiteve elite të Serbisë dhe të Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dhe në këtë drejtim, Serbia gjithmonë ka qenë drejt për drejti për ta destabilizuar dhe për ta marrë synim kryesor kanë marrën e veriut të Kosovës. Dhe për këtë arsye unë mendoj që Bashkimi Evropian është dashur shumë herët që me sanksione ndryshme, me sanksione qofshin ekonomike, qofshin ushtarake, qofshin sanksionet tjera politike dhe diplomatike, është dashur që ta ndaloj Serbinë që të zgjedh apo don Bashkimin Evropian apo do Rusinë. Edhe akoma nuk e ka këtë... Ende sillet me kursin e butësisë. Ende sillet me kursin e butësisë, por unë mendoj që tash është koha e fundit që thotë merre ose le, ditën e mirë. Sepse nëse Kosovën e pranojnë në NATO, që sigurisht do të bisedojmë më vonë këtë temë, Maqedonia veç është në NATO, Malizi është në NATO, Shqipëria është në NATO, Serbia do të mbetet e izoluar dhe këtu nuk ka të shkoj dhe do të jetë e detyruar që të kthehet ka atje ka duhet më kthye.